Përshëndetje miq të emisionit Fol, ju flas nga periferia e Tiranës. Ndodhem në rrugën Zalata. Është diçka rreth 1 kilometër nga bashkia, nga mini bashkia numër 6 e kombinatit. Pra shikoni në Tiranë si jetojnë banorët. Shikoni këtë rrugë. Është tmerr. Sot është mirë se është kohë me diell, por para 2-3 javësh kur ra shi këtu nuk kaloi. Banorët dolën protest. Protestuan dhe i kërkuan bashkisë të njëjtën gjë që i kanë kërkuar historikisht, rrugë, kanalizime, ujëra të zeza. Tani unë kam mbledhur një grup banorësh për të folur për këtë situatë që ndodh në periferi të Tiranës. Ka asfalt në njërin krah, ka asfalt në krahun tjetër, 1 kilometër rrugë e kanë lënë në këtë deregje, në këtë situatë, ku makinat futen, zhyten në përgropa, në baltë, ndërkohë që janë ujërat e zeza janë tmerri vetë. Ne erdhëm në këtë zonë periferike të Tiranës dhe i gjetëm punëtorët e bashkisë duke hapur një kanal totalisht i bllokuar, që ka bërë që të plasin ujërat e zeza në rrugë të madhe dhe të bëhen rrezik për epidemi. Tani unë banorët i kam këtu. Banor, faleminderit që jeni me mua sot. Faleminderit. Ja babe. Se do të pyes për emrin një herë fillimisht. Me tush Daku kam unë. Me tush Daku. Me tush të parë që po debatoje me punojës e bashkisë. Po. Çfarë po ndodh ke shtëpia jote? Unë thash, mos fillojni punit. E kam lënë me inxhinierat verës. Jo, çfarë po ndodhi herë? Çfarë ka Po ndodhur? çfarë ndodh? Ka ndalë në veturën në shashket, mo, çfarë ndodhi? Ka ndalë komplet. VC-ja komplet. Të gjithë zonës. Jo mërzotni, jo. Të qesh javllis teme. Po? Po setat kanë dalë jashtë. Po pra, po nuk janë kanalizimet e tuja. Janë gjithë lagjës, apo? Po, gjithë lagjës. Nëpërmjet asaj ka ardhur silsi, e ne ka vënë mumaj tubin e utit, mumaj në vetore. 30 cm, po aty ku e ka vënë tubin. Pra kanë vënë ujërat e zeza mbi ujërin e pishëm? Ujërat e bardha më ujërat e zeza. A i kanë bërë bashkë, gati. Po që të them unë? Kjo, une kur banë tentativa të herës, që ishin ato dursak, ishin ato firmës, u banë sejrë, kam shkuar në agjen komunë prapë, kam folë shumë. Të bashkia, këtu? Po, të ujësilë si agjencisht. Jo, tha, që ata jashtë regullë, në dakord. Da në hana më shtetin, që e ven. A të prishën e shpinë. Sa herë të ka ndodhë kjo episod që të shahen ujërat e zeza dhe dalin në rrugë? Që 10 vjetër të pa dahi, që e tha, ata që ta karria i, ordo një erdhen di inxinjerët, koptoj e mua abetin. Di inxinjerët të erdhen, tha kush ka lop të jona taj, lop. Shko e gjithë ti si shtet. Jo une, se mu s'kam punë me i thonë. Po që donë të lopët? Ordo një, plehi lop se ka zanë, thotaj. Inxhinieri, di inxhinierat si erdhën, prej bashkisë madhe shok kanë ardhur. E ne tani ato ai ujti, e ne sipër ka që gjatë 15 vjet. Se vazhdon ashtu. 15 vite kjo situatë. Kjo situatë. Ti jeton me ujërat e zeza. Ora më shton, kemi jetuar ne më ndar më thonë në mut, më shton do të jetojmë se ne s'kemi ku shkojmë. Ku të shkojmë? Tani unë që borgjit kam, ato mundrën me nërë më thonë, mundrën të lagjës, prinë që është silikat, e në krije të vinë të dira këtë. A i banë ti si gazetar ato? Aty s'jetojt 1 minutë, jo t'jetosh 15 vjetë. Pasha zotin vetë, se unë të zenë koha, nuk dili jashtë. Nuk dili. Nga era keqë, a? Që tha orte, po në veturë më bërdoj, më që nëzëm. Sa vite ke ardhë këtu, babë? 35 si vjetë. 35? Po, valla, 35. Kur kanë filluar eksaktësisht problemet? Mas 15 vjeç. Pra, po përpara si bëhesh, ishe kanali hapën? Ka kanali hapën, direkt. Pra ditën që e mbyllën? 94 në është ba kanali ataj. Unë jam dishmitari asë kohë. 94. Ditën që e mbyllën, fillun problemet? Jo, rëshën, jo, mërë, jo. Kur fillun përmbytje? Mbrapa. Ka, më thëmë, se sajë si, 15 vjetë ka që janë prish. Që janë prish? Po. Po që e blokon? Ka 6-7 vjetë që ju blokua kanali madhë komplet. Su mu shtjetë të shpjetë mija gjenal. A i kanali kryesor, e? Ora kanali mrena një fushës. U mushën ka marrë slavature, kam pasreu ata unë. Më thënë thash në të lihen rrugë. E kuptoj. Tani, kur është bërë ai kanalizimi i ujërave të zeza? 194. Ja, të lutem ta dëgjoj. 194. Pra 94. Ty problemet fillun para 15 vjetë. Po se më ka fillu veç mua shok. Jo, flas në momentin se unë në fundit do i kam jashtë tablis.
nuk e begajle, hiq. Po për një shtetë si jemi sot, Po? për një dërmërasi si jemi sot, Po? për në makina si i kam le me pare këto, si është, no? Taksat, am le mu me makinë me dalë pa taksa në rrugë, Jo. ta merë ta shtë të zonë në vend. Po. Hajde zot një banë asfalti, se ka shkuën ka la dohës asfalti. Ka shkuë. Kjo është, nuk kërkojmë nisen, as punë së është të kërkuë, as ku nise, ujna ti kanë sejë ujna, ta thëmë ujtë që gjithë zotit kemi, nuk jam të thëmë. Uj pishëm ke? Po letë pishëm, Ato ujnë që t'ka sjell rrjeti. me ujtë pishëm ka vesh laljeri. S'kemi na. Laljeri është mburë tani, s'ka Se mburë. dim na, mburga Okej. na nuk e dim. Mirë. Se ku është, s'na do të ne. Mirë, tani kjo është situata juaj. Po që? Me kanalizime dhe me këtë rrugën cop-cop. Po bre ç'kjo. Tani, një gjë do më thuash, Po. pse mbaron asfalti aty ku mbaron, e pse nuk E kalan qaj fajfeza, kur ish kretari bashkisë, në atë ko, I mini bashkisë. Prit, të kalzojën ata. Po? Bravo i qoftë, e sotja ati. Ani i dole në rrugune, Po? i thash, zoti kretar, tha ha, e tush. Thash, a e pranon në vetore të në ujrat të shiut para shpistane? Tha, jo. Thash, pa, a ka kanal pa kri? Jo. Atëherë se ka qa kanalin, e ka hartë të shpja amitit, e pasi, aje ka qa. Pre asaj dite, am shel kanalet kumblet, se Ja s'ka bloku. mundur kush. Aje së di sa vetë ka aje, se ka shkuaj faiki. Po. Po, veç aje që e bani aje. Inxhinieri çfarë tha sot? Do shohim situatën, do ta raportojmë thaj. Digje njëre të parë, tha do qatë kanali, prete do qani gjën këthes. Po? Po? E do bere direkt, për me disë gjatë, si mu prishime në ujtin, Po. tha të bere. Tani, kanë qa qërë, atë pasrë kotë. Po pra, po ky inxhinieri dytë tha do raportojmë në Ore, bashki. lesa ja gjalliri, aj se dje ka qao, se aj do të justifikojë punën, se do të pagjuën atë punëtorët. Po. Se si pagjuën për gjebi, aj. Po, absolutisht. Aj nuk ka faj. Tani, aj, qa do ngellet prap. E kuptoj. Sa banor bëhen këtu, babe? Po, tek këto? gjitha ato janë. Preja gjithë, sa janë, sa dush. I keni matë familjet sa mund A, t'jenë? me detalë zi, po nas kemi tonë nga kanë i ketë. Mbi 500 familje në që Po. preken nga kjo rruga dhe këto kanalizime. Edhe nga ky kanali më Po, fare. Po ky është ujëra lexeza dhe ky. Po bre, kanali mas lema e lana është ajo, si bel në asaj. Çeku tu me toninët. As kosha as sen. Po pra kishin lënë ja Se ama katër kosha atje në fillim. Po këtu këne ja. Këtu jo, ë? Të hudhëm kërë nuk e di. Ti pagun taksën. Faleminderit babe. Ja, ketë. Urojmë, çfarë do i O, thosh? na- Çfarë do i thosh kryeministit po ta kishe përballë? Kërminis dhe i thëshëm që shta, orë gjendë të bahen këto kanalet. Tiki sa E ma kupton, parë. nuk kemi nisen, ta thënë mesër zdet, ketë si sheshta, anë thjesht, ketë. Nuk kemi as me përdejnë, as me pësen. Popull. Jemi popull, do në drejtat tona, po, ujtën e sollën, që uj kati, sa është ujaj, po, lajmë pak të mverës, kur ngelim kesh, lajmë sit me ta. E kupton ajo. Që ta, kriminit, që di thënë, a i ka halët e vetë, se Dhe imagjinoni jemi në Tiranë, ë? Kjo është Tirana apo jo? Jo, ju gazetarë se keni gjatë keqe. Jo, ne kemi shumë qia As aty. një salë, as një dirame së në bërë Shqipërinë. E belë gjithë instancat që janë ti hanë në ta, tjetëri. Po futet dorët në gjep, në taksat poplit, e ka Ke thonë kry a punë. hajë nuk banë. E marr E, vesh. vazhdo, dhe mu se dajni. Që të ishin shaket, shesën një pagur e qumsht, e në shkojnë dalën pinë një kafe që atë kahën e pinë me thjesht qafën. Se nëna ka nikë, e vladi ka ikë. Ka I nik thënë, fëmijët, tosk. ë? Ka nik fëmijët. Tos e vladin. Po. Se unë e kam mikun tragjaz, vlaj. Po. Ati ku po i marrin ujë. Ha, ku po i Atje- marrin ujë. Po, da rregullojni. E në kështë orë... Çfarë bëjmë ne? Ne fjalën kemi. Fjalën e kemi, Se jemi patriot këtë. fjalën e kemi Po. troç. Që kjo është drejt, nuk kemi të thënë se se jemi na për... Vetëm të vërtetën duam. Asgjë për E te vërteta asaj. që kjo e pa me si vetë. Po. Ha? Mo të rejna nisen. Vend e popull. Siç ka qenë kohët e Enverit. Po e në kote më vetë, që të ka? Ato po e kërkojnë këtë, po së gjenë mua. 15 ropë kam vish qiftit temë që më kanë ikë. 15 nga familja jote. Po jo ka vish ka trungi jem. Le që jetë. Që si kur e shanë bosh. Vetëm për këtë situatë. Jem në sa vish për këtë pa. Për gjitha gjana. E qartë. Faleminderit babe. Faleminderit. U prif marë. Rrofsh, Na faleminderit. asë në rregullojmë, asë në prishim. Jo, ne do përpiqemi që zërin tënd ta çojmë direkt ke i madhi. Që A e di se u ka folë disa herë me ta. çat tha? Po. Kur i ke thënë? Aj,
Da rregullojmë. Çu ka thënë, po mirë, faleminderit. Me muaj. Ai mirë se ka punë të shtetit. Faleminderit. Me muaj. Babe, Që të folon. Po s'kam që të fol me burë. djata do të pyes unë, ç'keti do të pyes unë. Sa vite ke që jeton këtu bab? Ata më jepni leje. Gjithë jetën. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit Shtedja, zot, dhe jemi lutim ne. Zotin për më të Po çfarë mirën. bëjmë zoti? Shtedja. Faleminderit bab. O kom gjithë jetën dhe më bëdhem në lijem tu. Gjithë jetën. Gjithë jetën. Gjithë jetën kjo situatë bab. Apo ka qenë më mirë dikur edhe është bërë Jo, po të kisha para 2 javë gjys, ti nuk do kalosh as me makina as me kamja. kam pas sa plane, mi kanë çunat. Prit më s'kan çu jo, po ujti këtu. Graba gjithë me qizme të kalu. Erdhi deputeti aty, Kush ishte deputetja? po nuk ka një për zotin. Ermonela erdhi. Deputetja e PS-s. Po. Po ta PD-s nuk kanë ardhur akoma apo do As vinë? jo s'kemi pa me sy, se kush është, o zdi se kush. Mirë, e morët Ermonelën ja tregut situatën Po trop. ja erdhe çum kam atje. Erdhi, ë? Erdhi, i thash ti shtrar rrugën. Ja tha, na animon ti, ç'a ti më i thash ti unë? Do mbato tha. Thash pa shtrar rrugën vata nuk keni ju. I thash unë. Troç. I thash, pa që zoja kalam kam. Shive, situatë, në pasaj në thuj neve. Shkoj, e hypi makinë, e qonë edhe mbjek e shpije, pa të natë. A, me makinë e bëri, nuk e bëri në Makinë, do të qizë dhe të thash unë. Së s'ka do datë. Tha, kishe drejtë, tha, ku do shërë rrugët. E shë ke që mje e hudhe i zhëllarë. E shtroj. Do me dhënë, pasi bët protesta, Pa. pasi erdi Ermonela, Pa. u hodh ky çakulli, Pa, po që është bë prap me gropa. o në te kemi lullë tani. Pa ja prunë zhëllarët. Ajo dhe vërtet e prunë. Ja prunë. E kuptoj. Ju keni bërë protestë edhe për një kompani. Çfarë bën ajo kompania këtu? Tu hap kanalin. Tu hap kanali. Për ata kablët E tensioni. tensionit. Po pse nuk e ktheu rrugën në gjën e mëparshme apo? Se kështu e ka ligji. Po ishim Bëre budallet, punim. ishim budallet me pra. Ku të ngoshim ne, ku të ngoshim. Ju e bët Po ankesën vje publike. policia më bërë dhe nuk të lanë. Erdhi policia atje? Pa erdhe policia, erdhe. Na tha hiq mjetët, se i bloku mjetët e këtyre. I blokum ne mjetët. Po ç'a duhet bëni ju? Ju duhet Po të qoshin bërë edhe, rrugën. e blokum rrugën edhe. Jo, ç'a duhet bëni ju që të bëhet rruga? Se vetëm Ja, protestën ka e, populli. se Kemi s'ka- shku në bashkit madhe, nuk kemi plan, tha, nuk kemi inxhiniera për rrugën. Nuk kanë projekt. Nuk kemi projekt, nuk kemi inxhiniera me rrugën, se kam gocën që puna atje. Si s'ka inxhiniera? Po s'ka arpë, tha, e në ambelia. Nuk ka inxhiniera me bë këtë rrugën apo kjo e pra, bëmë është kjo? Aja pa e thym Ti vetëm bëj kanalizime. Ja këthym përgjigjen me shkem që nuk kemi inxhiniera për këtu rrugë. Po është paradoks më burë. Asfalt deri aty. Po mirë, Asfalt deri aty ku erdhëm ne, juve ju kanë lënë si jetim. Nesër kanë listë. po sa kanë Hiq listë. nga lista. Jeni Tirana apo jo? Ku mbaron Tirana, ku fillon shati këtu Po se? dëm bë dëm, jemi veneli këtu. Ga ty ke kuj hartë ke Po? asfalti e ka bashkia numër 6. A deri aty e çun ata. Dhe ty e qunë të tek te ka komuna ka Edhe ata këtu që thonë ta tona, e pro komunë Kashaj, Vit për vit pastrojnë nuk ishin lëvërdi, në 3-4 shtëpi ishim tona, nuk na pron rrugën. Që të bëhet, të bëhet liqe aty. Nga këtu, që kom shkinu aty poshtë, ashtë 1 kilometër. 1 kilometër. Në kanë bërë. Kjo situatë vazhdon dhe ke rruga tjetër. Ajo rruga e Prushit është ajo apo? Ja, ashtë zezët Në e. Nzezit. Zezët. Nena të se... Ajo është më keq akoma, ha? Pas bëhet gjo moje, se s'ka lëvërdi se 3 shtëpije në dy. Ku ka shtëpia bëhet rruga, që du në votët. Se pa qenë 30 shtëpije nuk jep njëri Ta po vota. bëjnë rrugë për atë punë babe, po bëjnë rrugë mes fushave ku kanë resortet për atë punë, Po po me të pra thëmë pra. histori tjetër. Po në nga bje kej për janë veli, se s'ka ku që qoj bukë atje. Po ne jam lësot ne. Po vaj, gjëna, ata vjedhë me... Atë, po s'bëjnë bulgë dhe... Po të bëhet punë. Faleminderit, bab. Faleminderit. Le ta cisin Si të quajnë zotri? Unë quhem Beqir Çavush. Kënaqësi. Sa vjeç je? 58 e bën korrekt. Mashallah. Ne zotëri halletore nuk kanë të mbaruar. Ti rendisim. 1001 halle. Ti rendisim ato më kryesore. Ti marrim se ndoshta nuk është vendi se dikush më thot kaloj nga mohabetja. Po? Unë si familje ndihemi persekutu. Me letër jam familje dëshmore. Jo një, po dy. 2 vëllezër të Medi, një ka qenë partizan brigadë 22, ka nga Ltuz,
Dhe është pat dëshmore kia tjetër. Po? Parë dëshmore, Kasem Hysén Çavushi. Po? Ndërsa tjetrin, i dolin këtu një grup fshatar autovollonës Po? gjermane. Vani gjerman aty nuk e di se di. Edhe u hakmorën gjermanët. I mlodhën dhe i dojën djallë. Tashti, shteti shqiptar. Ky është nën Hajde pra, hajde. kone dhe komunizmit. Vishin ato për 5 maj, nën dukshin i na pusin, do që japë mershe vetë se në dhim të trupit u na pus. Qofti pa harru ato që asi gjë. Hajdu kthe demokracia. Lumë shqyqyr që hedhe demokracia. Prap fillon. Një pjesë pronës time, këtu flas për vetë se dy. Po, po. Se cili ka. Po, po, mbaj pak. Na e mori ligji 7500. Ka 30 vite do ta kompensoj. Sa ke marrë ti kemi marrë ne. Pjesën tjetër në kanë marrë tani një 2-3 me 2 lymë tjera. 4 2 lymë që ishin vetëm me tapi nuk na i njoftën fare. Po kush i merr këto? Se di tani. Ai thotë Bashkia kemi e ka marrë, bashkia. me post. Sill postierin thashë se unë firmos për marr diçka nga posta. Bashkia ka marrë. Nëse, po nuk pyesin do të vinë ta marrin. Pra ta morën atë kohë, ta morën në këtë Po, kohë, ti po pa pronë. 17 dy lymë ka hik me 7500 mishin. A kompensu ka 30 vjet. Ja 15 tjera i kanë marrë tash, nuk e di çfarë quhet ajo firma. Një Teda, një firmë izraelite. Edhe thot 4000 lekë metrin. Më ka barazu me kokë shaqime dhe 4 orë. 4000 lekë dhe si ka marrë. Jam i dytu, kam hull shtetin në gjyq, se tani vion ty të marrë diçka ke shtëpia, hiq gjyq, po deshe Që ky investitor strategjik ka dalë këtu ke ju? To kanë lidhje me bashkinë. Tu ka qenë dhe Rion Valia, bile deshe ti dalë përpara aty, Aha. nuk më lanë policë. Po se vini me Nese, shumë i policë. bjem shkurt dhe nuk kemi marrë asnjë lek. Unë me tokë aty, po rris 5 fëmijë. Jam baba 5 fëmijë. 4 goca dhe qon. Ti ke 4 shpëjet. vajzat e mia të shkencat sociale, nga 400.000 lekë ka qenë tarifa. Shteti shqiptar mu mi merr taksa makine, taksa motori. Makinë tash e kam blerë se me cop motor i qosh ato fëmijë jam 5 km nga kombinati i larg. Ngrihem kam 25 vjet që ngrihem 3 gjys mjesit. Për ditë, për ballu jetesën aty është mirë. Vetëm time dhe grunë kemi harruar. Hiku kjo pjesë. Lekët si ka marrë. Unë do t'i ushqej fëmit. Ka 2 vjet që është marrë prona, ku do t'i ushqej urbaktin që 30 fëmit? A e menon shteti këte? Unë një muj ta lej energjinë elektrike pa pagujt, shteti vjen pret dritat. Ato dritat e famshme që janë, Po. ato janë tamam. 2 vjet i lash pa pagujt. Energjinë elektrike kam pagujt rreth 1 milion lekë, kam pagujt vetëm çka quhet ajo? Ka madh vonesë. Ka madh vonesë. Po për pronën time, jo lekë që s'po mjep mu shteti ka madh vonesë. Për këtë luftuan ato 2 xhaxhallarët e mi, 2 vëllezër e babës tim, që të vishë më marrë pronën si do qefi ty. A na kanë listë ky shtet neve? Çdo të thotë që t'jap jetën për këtë vatan. Ai ka dhënë jetën edhe për këtë vatanin e vetë. Edhe vjen më merr unë kam tok babë, jo tok ligji. Më kanë lut nysberisht, më marr bash 7500, nuk kemi marrë fare. Se nuk e dua pronën time. Po edhe këtë të më marrin, hiku kjo. Energjinë elektrike, kësaj pjesës teja kanë rregullu pak. Kanë qysh para zgjedhjeve të vitit të herës tjetër. Po, Vuca shtylla aty, 23-shit. sollën kabllën 20 e morën prapë, e lanë. Tani na kanë vuca shtylla. Pse kjo zona këtej nuk e ka të Krahu këtej. fare, ë? Nuk ka ardha i kablori energjia me Tani ka vuca kabel. shtylla, kanë bojë kabinë, nuk e di a do na sjellin. Se ne jemi mësuar me rrena. Ju jeni akoma me atë 6 kV-in që bie. Po e kemi linjat e Kosën Verhoxhës në përpyll. Sa herë janë këtu telat, ja ku është edhe i zotëria. Kemi Elektrifikimi. Po, na i kanë vjedhë telat. Plus që na ka ardhur energjia, na ka djeg frigorifera, lavatriçe, pompa. Kush na i Vjen pagun? tensioni ulët. O bashkohen si fazë dhe vjen tensioni i lartë. Na i djegin. Ah, ndodhe Pa kundër isjet. ta. Kush na i pagun e këto? Ne nuk po i kërkojmë shtetit na japi limosh. Ne kërkojmë ta japi te që na takon. Plus ta rruga. Te pat vet. Po të vini të shikoni prapë ke krahuin ku kalojmë. Na kanë bëj kodër dheu, kjo firma parë që Po, është pezullu punime tani. po. Aty sa herë bjeshi, më bëhet 1 metër ullë. Kush e di sa herë kam heq pucët, kam përvesh patallonat deri këtu, të qu kalemaj të shkollë. Si kisha 5 fëmijë për çu shkollë, nuk shkote do të fëmijë në përshirë, në përftoftë. Vetë. Ti bëje vajtje ardhi. Ti vajtje ardhi me fëmijë. Vajtje ardhe, thash. Kam 25 vjet. U vuj për të jetu për vete, po të paktën shteti na i rregulloi sa gjë, ato takset e makinës nuk paguaj. Siguracioni nga 160 që ka qenë fiks, ishte vajt 216. I paguajt. Se i dit me dalë aty pa paguajt ato, trak policia, gjop. Tani si bot halli jon? A na kanë listë ky shtet neva pas na kanë listë?
Kush do na e zgjedh neve këto? Këto dalin dhe thot vi diaspora, thot këtu të punoj këtu. Ku të vi goca ime mërë? Që ka hik në Angli, ku të punoj këtu ajo? Apo tjetër që ka hik në Itali, se fëmijët për këtyre probleme po na hikin jashtë. Se ti jetë mirë këtu nuk hik njëri. Nuk ka pse shkruhet atje unë. Lepi pastroj banet e botës atje. Ku të vi fëmija im këtu? Nga diaspora që thonë, si Saliu, si Edi Rama. Sus jam as me një. Unë ja ku e kam të majtë e ja djathë. Këto më kanë majtë deri më sot. As kam diti servilosin kujt, as kam për t'ju servilos kujt. Deri më sot nuk kam dalë në herë. As protesta, se nuk kam pas dhe kohë. Unë edhe këte kohë që i përgjoj këtu, më kushton shumë e t'i kishpia. E kuptoj. Të kërkojmë ndjes. Jo, Po ti është për t'i thënë, Ti je i gazetar, unë të falenderoj që ke ardhur që të ngjosh problemet tona në përcjellës këtyre zotërive. Ato dalin zihen atje, hajde njoni kërkova deri tani kanë filluar telefonatat. O beqo, do t'ja japim këtij, ose do t'ja jap pasionit. Unë për mendimin tim, nuk di ç'mendim kanë. Do t'i bojkotojmë zgjedhjet. Ato na që bën. Se nëse se vrasim ne. Ke gabimet ti pas votove. O nuk do të votoj. Kam votuar edhe për Saliun, edhe për të majtën e për djathën. është i zgënjur ai, prandaj është i zgënjur populli, prandaj ka Unë jam i ardhur zgënjur për vete. Unë thash, Mi më jam unë me dakord, po dokumente e familje dëshmori, çdo njeri e di vetë atë të vetën. unë ndjehemi persekutuar. Ti themi ca gjërat që janë realisht, domethënë. Kjo është situata tek ne. E shumë tjera që s'po më kujtohen. Unë Faleminderit. ju falenderoj juve që Ujin e më pishëm ju ka ardhur? Qa ujt pishëm ku ma kujtohet? Mora të hap një pus, Aha. herë dhe policia bashkjake. Qa botha ku e ke lejen? Qa leje më thash një brim po hap tokë time për të ujë, po ujë për të pi. Qa më të botësh? Tokë babe kam. Tokë ligji, tokë babe. Qa leje do ti? Me të vujgjohë. Vinë merë mi pus të ne, apo mi havli, mi di qka që bëjmë aty. Plus që një gradarqila e pallate e ne, e nuk u thot gjë njëri. Dolit të protestu për pronat që na morën atje, sepse unë 2 lekët sot, edhe jo marrë çmim qesharak, 4.000 lekë. Çajnë 4.000 lekë vjetra, 400 lekë. Çmimi Ku i do t'i referencës së tokës 94-s është ai 4.000 lekë. Po sa jemi sot? Qa viti? 94, 2025. Se nuk e agjornojnë çmimin e pronës. Po i E thonë kanë lënë me I thonë 29 vjetë më burë Fiks. edhe. Sa kanë lëviz çmimet? çmimet lëvizin me muj këtu tani. Si do jetojmë ne? A mendojnë këto zotëri për ne? Sa është çmimi i tokës real këtu? Nuk e di, ai thot 4.000 lekë. Jo, reali, po ta shisje. Sa 70? Jo, mërë, jo. 100 euro shkon. Se ka 100 vajtë euro. Kjo gjemi këtu në 100 euro shkon. Kjo është situata. Okej. Nuk kujtohen Faleminderit. tjetër se ka dhe probleme tjera, por nuk kujtohen Faleminderit. tjetër. Shumë faleminderit. Urojmë më të mirë. Juve, Ta kalojmë ja. ke zonja? Si quhen zonja? Unë qëmë Klotilda Stafaj. Problemi janë është rruga. Ujtë pishëm nuk kemi. S'keni fare? Kopshe, qerë dhe për fëmijë nuk kemi. Po shkollë bën këtu? Shkollën e kemi largë. Ku? Qa thënë? Nga ndej që jemi, ne vim kombinat. Në kombinat? Pa. Disa kilometra larg. A vjen ju a merr njëri ke shtëpia fëmijë? Po s'patëm jetë e vetë, Nuk as fugonat nuk vinë. Nuk vinë, së Se ka shumë largë. detyrim shteti që është kur largë një plus që është rruga cop-cop. Dimrit këtu bëhet skandal. Duhet marrësh E kuptoj. helikopter. Jemi si në Rruga është sjetë. kjo apo Po, është ajo tjetra? ajo tjetra ndej. Ajo tjetra. Mbushet lana, mbushet liqen atje. Ne të shkojmë ta filmojmë atë se se kemi filmuar akoma. Atje ne afër shtëpisë ne shpenzojmë vetë që e shtrojmë rrugën. 25 vjet që jam nuse këtu dhe fëmit i merja me rroba të tjera dhe i ndroja këtu në asfalt që i çoja në kopshën çerdhe. Po çfarë thon bashki? A keni troket? Se Bashkia nuk na njifte si nuk e njeh. si banor të kujt lagje ishim ne. Ne shkuam, bëm kërkesë, dham kartat e identitetit, firmosëm, Kush ju prit Dhe- në bashki? kryetari, Vet kryetari. vetë kryetari. Dhe nuk na njifte. Nuk e di nga kush zonë jeni. Po hajde pra një në shofësh. Tani ne letër kemi çuke bashkia madhe, ne kërkojmë ujtin e kemi, sepse ne po shpenzojmë vetë, po hapim pusa dhe ujti nuk na deli pishëm. Unë kam hap 4 puse nga 2 milion, janë lekë të çuara dëm. 4 puse. 4 puse kam hap dhe ujë s'kemi verës, jemi pa ujë. Sa më bëj dhom. Nuk del më. Nuk na del. Nuk na del. Sepse kanë hapur landfill qa është ajo impjanti ujrave Po. dhe komplet ujë ka hikur. Po shti nuk e ardhur ande ta filmosh, po ne jemi skandal. Ne Janë jemi ato puse që skandal. ka hap bashkia? Po. Po. Që i ka lënë mbyllur, janë edhe si Po, gjumë të ja, është puseve. edhe një këtu, po. E kuptoj. Ne jemi shumë keq. Qa do bëni tani në vijem?
Nuk kemi qa bëjmë tjetër. Te kryeministri keni shku ndonjëherë? Ja. Ja. Ose një kërkesë, ose Një kërkesë e kemi bërë, po asnjë përgjigje. I keni shkruar dhe s'ka si përgjigje? Jo, përgjigje jo. Edhe jeni në Tiranë, nuk jemi në 2 kilometra larg Tiranës. Shumë e dhimbshme. Të shkosh në përfshatrat më të thella të Tiranës e ke autostradën deri nder. Kurse ne jemi shumë të harruar këtu, te kjo rrugë. Jemi skandal. Kryetari i bashkisë ka shkel ndonjëherë në këtë tokë, në këtë ka shkel. Kur janë votimet, po, vinë. Ka shkel, jo, e dini, e keni parë që ka shkel. Kush, Erion Veliaj? Jo, thot për... Jo, po flas për Erion Velin, për të madhin. Jo. Po edhe Velia ka ardhur. Ka ardhur se ka shkuar atje. Të shkosh atje kanë bërë autostradë. Të shkosh shofësh rrugën tonë, është skandal. Ne rrim pa rrugë pa drita. Sa me vjen tokat, se s'ka ardhur për ne. Vetëm Shqipëri bën vaki. Uret e pishme. Se si mund t'jetë depo ujit më të kodër, se këtu mos ketë ujë, se uji del në rrugë, është e pa... Me kanë futur dhe në konflikt me banorët, se mendojnë banorët gjithë se kjo vazhdo lije, shkon deri në kombinat. Miku im, 4 vjet i provum çfarë dinin të bënin këta. Një javë kohë kemi. O të ndaj menin ndrojmë, ose këta më mirë se kaq s'kan për të bëu, edhe 4 vjet tjerë. Jo, këtë unë kam më së sigurt se këta ku s'bën për 4 vjet, këto ku s'vin të bëjnë punën e vet, që ka 5000 vet atje në Ujësjellë, do s'kan punëtor. Edhe unë njëjtat probleme kam si këto. Jam lindur aty, martua aty. Vendalije. Ne asgjë s'kemi. Rrugë s'kemi, shkolla s'kemi, drita s'kemi, ujë s'kemi. Për çat qahesh këtu? Asgjë s'kemi. Ju keni vetëm emrin Tiranë. Po, emri Tiranë. Po ne shkojmë ke komuna. Po? Kina shku gjithsi si lagje. E ne s'na priti, tha, ku është kjo rrugë? Ai kryetari i komunës nuk e dinte se ku ishte kjo rrugë që ishte kaq problematike. Që ai këtu ka lind me fshatin ton ku jam u, ku ka shpinë. Si ka emrin fshati që t'ja kujtojmë edhe ne? Kush? Fshati? Po. Mzez Zal. Mzez Zal. Rrugës Zalata. E di fare miri se o lind dhe o rritë aty ai. Edhe nuk e di. Pa ka hik i vogële, po ishte sa për na përcjell. Hec, nuk kina gjon dorë ne, tha ka bashkia Po mollë. mirë, një kërkesë bashkisë? Ja apo? bomë në kërkesën bashkisë mollë. Ja të shumë. Me kartë identiteti me gjitha halët tona që kishim, se i dim fare mirë, se qa halësh kina ne. S'pat kërkem, as punë, as i gjo. Kina punu vetë me forcat tona, s'ka mor një herë njëm ekonomike nga shteti. S'kërkoj as i gjo tjetër, du mi cap rrugë, ujë për të pi, kaq. Po mirë, linjë të kju nuk kanë sjellë? Nuk ka, ja, s'kina tubën e një, s'kina pa një herë li qesë më netje. Pra ju jeni fare? Ja, fare, sa të vim të hapemi pus, vje bashkia, gjob. Sa ke hap pusin. Pra ujë nuk të sjellë dhe pus nuk të lë? Ja, si të lejë me pusi, se vinë ata du një 5 lekë aty, se du në ty, se ku të shkoj u shketi, do a hap pra Po për ta marrë leje në bashkie, merë dot? Po për të marrë, as kam shku një herë, se të shetë hap ujë, për të pi ujë, të hapi pus për të pi ujë. Ma bjerë ti si shtetë, ba. A dile po s'dil ujë? Po sa a dilës dilë, se kina pagu. Firma poshtë ka bë. S'kina ne, as ujë, as dritat, as të të, taksat i pagujmë, makina kam 2-3, i sakatum. Në qartë. I sakatum. Për ta kuptuar qytetarët e Tiranës ku ndodhemi. Do t'i kërkoj Robert Sanit, ja ku janë pallatet, atje është bashkia. Atje është qendra e bashkisë, numër 6, kombinat. Ja ku jemi ne, vim këtu nga andej për të kuptuar se ku ndodhemi. Kam shkuar ne nga Plumësi, Po? vetëm kodra pisha kishte ne, po ja 2 orë larg me makinë kam qenë, po asfalt më vlla kisha qef me hec. Plumbas, atje kam bërë fshat turistik. Okej, po të shih, po larg Tiranës i kilometër. Sa aqë gjo bëhet fjalë për kilometre 800. Po, fik. As 2 kilometre nuk bëhet nga kombinati deri ke shtëpia tona. Akoma s'kina pa i asfalt me syre. U sakatum, as shkolla, as ujë, as drita, as drejqa, se qa bëjnë të këto, unë nuk e kuptoj. Vjej firmë hapi i tubë e qënë, atje, e le hapt, kanalet të shumë. Vjej i pastro lanën e bëmullare atje, ku të shkoj ujti, a ne i murë, këne dhe u lanës, a ne ku vjetë dim në ty ne kalojmë shketet me varika. Që makina tona po t'i shosh nga poshtë nuk kanë as garmalina, as i gjohë. Ki hem 2-3 mujsh të bo dinamo e motorino,
E këto s'ka gjë tjetër më. Shkojmë me t'i ke shtëpia, tu i bë me forcat tona, hajt bljell me silagje gjithë, mojmë një tral, që të hypi makina ke shtëpia. Me legët tona, me forcat tona. Se shtetë e gjonë, s'kam pa një e këto. Në shtet ke pati se për taksën Jo, edhe për shtet për takset e veta po. Për polici dhe për taksë Jo, ke jo, parë shtetin. dal pa letë, jo, shtet them që të vit një moj mu. Shkoj në shtëpi herë Shteti njanshëm që merr vetëm ato detyrimet dhe asgjë mbrapsht. Ata s'falin ato, ashtu kam pagu 4 milion lekë u kam atë vanes dritash. I kam bënë lekë. Të nderuar miq, do kemi vetëm një hapësirë të shkurtër publicitare. Rikthehemi miq, ndodhem në periferitë Tiranës. Aty ku ndahet Tirana me Mzezin. Një pjesë janë Tiranë e një pjesë në Mzez. Rruga quhet Zalata. Rruga është, vetëm emrin mund t'i vëmë rrugë, po rrugë nuk quhet. S'ka as kanalizime, asfalt jo, rruga me gropa, balt, në dimër këtu bëhet det. Vjen edhe kompanitë si çdo banorët dhe bëjnë punime dhe i lën ashtu siç janë. E thash mirë zonjë, kjo është e vërteta? E vërteta kjo është. Se s'duam të themi asgjë përveç të vërtetës. Jo. Ju e vuani, Janë. Këto janë. ne kemi ardhur këtu për të pasqyruar çfarë ju domethënë përjetoni në momentet më të vështira. Sot është pak më mirë, apo jo? Po, pak më mirë. Erdhën kur erdhën që hodhën çakullën? Sa kohë kanë? Sa do bëjmë? 2 javë? As 2 javë, jo, në ato 2 javë hodhën çakull. 2 javë. Se nuk e bën me asfalt? Qa ju thanë? Duhet laf për asfalt. Çfarë asfalti? Po që çakulli kanë hellë për i makinë me 3 makina 2 kilometra, çakulli thuti e sajt. 2 makina çakull trash. Po e ka bo për vete se ka hap kanalin e vetë, nuk e ka bo për mu, jo. Po zëdo gazetar, këto vinë vetëm për votat. Nuk bëhet lafi për rrugë, marrin në telefon, për kë do votosh. Marrin, ë? Po, për këtë bëhet laf. Qarë, por ne, për popullin asgjë. Sta, ne këtu je, unë po bëj 58 vjetë këtu. Asgjë, askullë. Servila dhe partive. Linde rritë këtu. Asgjë, këto janë servila. Jeni dhe autokton, nuk është se jeni, hajse po themi erdhët, edhe nuk u bë, ju jeni këtu. Po pra Venali. vendali jemi këtu. Po vetëm për xhepat e tyra se për Duhet popullin. t'jesh hajdut, duhet t'jesh horr që të përfitojsh me këtë së. Pse thua këtë? E them sepse ato që u servilosen partive, ato kanë përfitu. Pra deri aty ku erdhi asfalt. Nuk e di unë, edhe nga ana Po deri ty se ka më shumë lagjeni, a më shumë vota. Ka peshu votat, ku ka më shumë? Vota se janë gjithë e lagjeni. Ose ne atje jina dhe shpija këtu vetë atje dhe E qartë. duket gjotë. Po? Ai ka pas bande botet, Po? me socialistët. Kush burr? Ky I pari. Selim Daku. Si- Te kanalet e ujrave të zeza. Po, mbaj pak. Aha. Edhe ishte do betet, e në shtojë rrugën dhe afër shtëpisë së tij. E kemi asfalt në shtëpia e tij. Jo, ma i s'kishte. Kastët ka abo. Lartë është. Jo, asfaltin e ka pak për larg, se ai A, ty pra. ka kanalet e zeza aty. Ty e ka shpinë, kanale zezë ka poshte. Po. Aty ka kanale zezë poshte. Ishte do betet dhe ashtu rrugën me asfalt të tij. Aty kishte Nëse ai bravo për kurajën që foli që Nëse dini. S'ka dojë nëse dini këne poshte. Ka gjiu më thonë. Nëse, faleminderit. Atëherë, si të quajnë? Se Manush Qela. ja, do vi me ty do ta mbyllim pape. Tash problemi vetëm i rrugës. Tani unë të pash që debatove edhe me atë inxhinierin. Debatova, nuk është se debatova. Normal. Debatim Normal. ishte normal sepse ti thash kemi shumë vite me këtë kanal. Sigur ta lajmë Kjo ka dalin çuni 10 vjet çuni do kisha ardhur, kisha pa, do kisha ikur, po e konstatoj po i hap gjithë funksionat ta shoh. Është linja funksionale apo s'është? Nëse s'është, po pra edhe unë do ta shpjegoj. Nëse nuk është linjë funksionale, ta fusim për projekt, hapet kanali dhe shkarkohet aty. Nëse mund. Mirë po shtëpia ime nga kanali është 20 metra larg. Kalamajnë të shi, dvejgje, lera, po skandal nuk rrihet, nuk jetohet, nuk ka do t'i dritare, në atë kraj që e kam unë nuk ka do t'i dritare. Edhe ideja e kemi lajmëru do me thënë për ta rregulluar gjithë ato herë, nuk kanë ardhur, të shi ndodhe kjo që ndodhe kjo.
u bë çik problematike me punën e kësaj rrugës të këtyre kablave. Ju bët mirë që folët se bashkia erdhi mirë apo keq, me vonesë, shumë me vonesë, po nuk fole, është dhe më keq. Po patjetër që është më keq. Edhe këtë pjesën e kësaj, çakull që kanë hedhur këta që hapën kanalen, do me thënë u ngridhëm ne, që se lamja 2-3 ditë me punu, edhe hodhëm pa kanal, jo se ka hedhë shteti. Kupton që mos i ngatrojmë gjëra sepse shteti. Pra ju mendoni që këtë çakullën e ka hedhur privati? Jo mendojmë. Këtë e ka hedhur kjo firma që ka ardhur tash, jo mendojmë. E ka hedhur ajo sepse ne ishim, domethënë, un kam një javë nuk vajta as në punë. Unë e thash ka detyrim ligjor që ta kthej rrugën në gjendje. Mirë, po ka bërë një gjë sepse nuk e ka hedh në të gjithë sipërfaqen që ka hap. Po të shikosh rrugën, tash nuk e kemi. As nuk e kanë gjesh me rrugën. Për të gjesh s'bëhet fjalë. Po të shikosh rrugën gjithë kanali është ka rënë. Edhe i thash zotërisë, ti do të hedhësh mas një jave prap, sepse s'ka rënë shi, fati jonë që s'ka rënë shi, sepse aty nuk kalohet më. Ajo kanali dije kam dalë unë, nuk e di, do t'i qoj foto, do t'i qoj ca foto, kam dalë me 3 çuna, 4 çuna me karroce, të mbushi grop, aty poshtë. E po e mbushin vetë? Po e mbushin vetë, do t'i qoj fotot unë. Do t'i qoj fotot unë, dyke mush gropat me karroce. Ata ka mush ky, çuni ime në i ferë. Çuni ati, edhe kemi ndënë mbi 2 orë, 2 orë e ca, sepse ati kur kalojnë dhe makina ishte, edhe mund të ngesë. Ti thush për shembull ambulancës që kemi fëmijë smur, jemi filan vend, thot nuk hyret edhe me gropa. Unë kam 2 kalamajt. 2 kalamajt e mi. Edhe taksi nuk vin. Me fal të lutem. 2 kalamajt e mi i çoj me fugona. Po? I kam paguajtur 15.000 lekë fugonin me i çun. Ma ka bë 30, edhe do ma bëj 40, sepse thot unë dëmtoj makinën në këtë rrugë. Dëmtoj makinën edhe është drejtë e atij, se normale, edhe unë kam makinën, dëmtoj makinën. Është. Po mirë, kjo nuk e shpjegon që ambulancat mos hy. Ç'a ndodh? Takova një fugon tjetër që thash ore kështu është, janë gjitha fëmijë, 5 fëmijë t'ia punë direkt, domethënë të kom shiut edhe të min. Po. I ke gati. Tha nuk mund të futem në atë rrugë, tha se më japësh tha mund të ma mushësh, tha 20 fëmijë, tha unë nuk e fut në atë rrugë, tha ata. Ambulanca jo, furgoni jo. Jo, nuk mund të vijë se për transporti jo. Ti qellove që erdhe me një ditë të bukur. Po të vini me shiz do për shkak të aparaturave. Se jemi emision pashati. Ishte pa 2-3 ditësh për shembull, ishte një të merr që vetëm me çizma, nuk e di zotëria që iku, ishte me çizma. Po thuaj se të gjithë me çizma. Unë i kam këpucët në makinë, ta hap bagazhin, ikja direkt asfalti me këpucë të tjera dhe vesh këto, sepse tash edhe ne me 2 palpucë, me 2 pa jo i kam në bagazh dhe mund ta filmojmë ti. Po do ta filmojmë edhe atë që ta. Po patjetër që mund ta filmojmë, mund të ngrihem direkt tash ta filmojmë. Që i kam këpucët në bagazh, që i maj vetëm për rrugën. Tashi, njerë si jemi u burë, se nuk është, nuk po i futemi tashi, jo taksa e këqo, se janë detyrime, nuk janë për të gjithë, nuk është të bënë. Thjesht bëjnë një diçka për rrugën, nuk po asë gjësë po kërkojmë. Ta bëjnë një diçka për rrugën, se është, pa rrugën nuk ka asë gjë. Sa vjetë që je? Unë jam 39 vjeqë. Sa vite ke që ka ardhur këtu? Ka 25 vjetë këtu. 25? Pra që kur ke ardhur ti këtë rrugë ma mëndë? Po, unë kam këtë rrugë, edhe... është bërë më keqë? Edhe... Kemi filmuar dhe bashkë, kam... Ja të marë. Si të mbajmë edhe babën këtu, në sfo. Ka qenë më keqa më mirë? Kam ardhur, kam 25 vjetë. Po pra, 96? Kam ardhur. Po. Kam ardhur. 95-96? Po. Ere, morëm një TikTok një aty. Po. E blem, edhe 89 bëjtashia. Edhe 100? Ne, për mua nuk dita, kam baruar ajo. Ajo të edhe nuk dalë këtë ande. Erdë më këtu, nga bu një deliberimin, rruga një aty, gjenja atje, ka qenë se ishte ushtarake. Po. Ka qenë si me mirë kënë qikë. Atje? Po ta një si është? Të që me falë për shprejën bruto. Kanalura dhe zezë. Dhe aty, e gjetën kanalin hapë? E që e roe, që atje, a ju ka punuar maturët aty. Që e kemi bërë neve ata. E kuptoj. E kam bërë unë. Po, edhe ideali e ka ndërtu urën tani në fund fare? Ja e dalë, më s'folti. Ata urën e vogël atë, se s'kishit fare? Jo. Pa që një pedruri e bëra unë aty. Po? Se gjithim atanë.
Më vonë erdi dhe agenti, që sa si vëvësu lutë më këtyre këtu të ndërmarjes. E se bën? Jo, nuk ka shumë. Tani që të mos zjatemi shumë, do më tërgosh, sa veta mban mend që të kanë ardhur dhe të kanë kërku votën në këto 30 vite? Ja të të mundë. Ka ardhur i sekretari ati Metës më të kohë. Pra, në herë. Sekretari Metës këtu? I Gjallosiri. Po. Erdi aty pivi dhe një kafe dhe iku dhe si për familje dëshmori dhe sa i ke parti kam parë unë. Nuk i njo parë. Nuk tha i do bëjmë rrugën? Jo. Erdi një atë morë votën dhe ikë. Këto janë këpucët rezervë, që ta kapi, ja ku i ka këpucët rezervë me 2 palë pucë. Aha. Ja. Si më kulturë, po më këpucë. E qartë. Një për balti, një për asfalt. Po, 2 palë. Po thuaj se të gjithë këta kanë nga 2 palë, jo vetëm unë. E qartë. Të gjithë kanë nga 2 palë. Faleminderit. Rrofsh, faleminderit. Kërkojmë ndjes, po për ta bërë sa morale. Edhe, bëmë shtëpitin, i mobilizuan fëmijët i bënë shtëpitin. Po tani? Njeri, ty të kam pasë pare. Ta si që ke pjetur. Atë një gjë për gjeje, një banjo vinte një këte, një banjo matanë. Që ke banjo mos të lajten këtë qunët, e shumë s'ko më vërë njerë, të unë jam plak, nuk vete do të. Pra ty nuk të dëgjuan, babe? Asë një cikë vajta në kombinat, vajta dhe njërë të shi, kanë pensionistat, ata buzin papare. Aha. Shkojt meri abonen? Vajta unë këmë atë shkave. Për nga nuk njës fare. Ajo ati e tha. Nuk njëfesh fare, tha? Nuk njës fare. Nuk e ka shtetin lisne, thashun. Nuk do presim 4 vjetë për të mbajtur premtimet, por premtimi ynë që ky do të jetë një mandat i rrugëve kapilare, pra i vajtjes deri në ekstrem, por sidomos në zonat kufitare që ndoshta nuk janë në vëmendjen e hapësirave qendrore të X-Njësie apo tjetër, do të jetë një premtim që ne duam ta mbajmë me insistim, por dua që t'i siguroj qytetarët që do të jemi në të gjithë territorin. Këtu gjitha hallet i thanë ta pak a shumë. Këtu problem kryesor është rruga faktikisht. Kështu s'ka as shkollë, as kopsht, as dyqan. Do vesh kombinat marrësh lësës. Do kalosh te kjo rruga. Po, rruga. Kryesore rruga është me thënë drejtë. Pra për farmaci do kalosh te kjo rruga, për doktor do kalosh te kjo. Po qendër shëndetësore keni? S'ka. Po ti biesh shkurt në që mos zgjatemi shumë, merr taksim për lushëm në 20000 lekë. Këtu nuk vjen me 20000 lekë, që është 3 kilometra. Nuk vjen taksi me 20000 lekë, se thotë. Sa do taksia për 2 kilometra, sa do? S'ka faj. Nuk ka faj ata se ajo rrugë është, e kupton? Nuk vjen njëri. S'ka çfarë i thua, kështu. Po kam patë një problem të sëmundje ashtu. Është një gjë që këta më thotë. Ju sigurisht u kanë internuar këtu. Do të punosh me un kam 42 vjet ose më çfarë. 42 vjet. Po ta hap telefonun, mund të kesh 20 telefonata vetëm ato që kanë filluar tash këto ditë. Me fjalë provatimet, me këtë votosh ti, a vjen ne, a vjen me ne. Kështu, pastaj. Ti çfarë përgjigje u jep? Unë nuk kam dhënë me asnjë gjë tash. Çfarë thosh? Jo, po ti se hapun vetes pastaj. Ore, pse nuk filmojnë, pse nuk e shtrojnë rrugën e pastaj të marrin vota? Sepse ashtu ka thënë vetëm ai gjati që votonin për modën e pasaportën. Kjo është pasaportë nuk o di tani, pensionisti me fshataj me 120.000 lekë. Nuk do ka leka e pasaportë me ikë jashtë shtetit. Ja më në fakt unë kam marrë gjithë jashtë kam. Pasaporta. Po ata kanë siguruar se sistemi këtu, se po sistemi këtu, sepse ti, se kurbeti ka qenë gjithmonë i dhimbshëm. Ashtu është, ja babi ta dëgjoj. Aq tepër për ne plej që si thaj që na dhimbshëm më shumë. Ju jeni ndër Tiranës, në kuptimin kufit Tiranës. Ne, si thaj, erdhën për jetë më të mirë, po është Ja ma keq. Më keq, si thaj. Po, si thaj. E të mërshme. Faleminderit juve që hajoni kohën nesër e s'keni çfarë bëni këtu se Dëgjo, ju protestuat pa erdhën. Askush nuk e di, siko, media ka hyneret e veta, ato problemet e veta. Si në çdo fushë të jetës këtu ka dhe media problemet e veta. Çështja është edhe ju, nëse nuk protestoni, këtu nuk mund të hedhë sirën se ku ka halle probleme. Ne si emision Fol shkojmë vetëm atje ku ka protesta.
për të kuptuar, ore këta njerëz pse protestojnë? Protestojnë për diçka luks, protestojnë për diçka luks apo protestojnë për halle jetike? Ne po na del mbar Shqipërinë mbi 140 emisione nga Kuçi i Vlorës në Kuç Shkodrës, bile po tutje deri në Fterë kemi qenë. Edhe po na del që këtu ka rrugë ujë drita. Si në jug, si në veri rrugë ujë drita, kërkesat e 91-shit, apo jo? Ti më valë gazetar, Gazetar, po. tani me që partije jeti nësë më të pysi ti unë. Unë jam me popullin. Shumë bërë. Pra na ka marrë popullun. Ose këneve bin gazetar që i bje dirame që i ka të vetë. Po qa kërkojnë ata këtu? Më së mërzizë e shtojme, jep të botë e diramës. E që të bëjmë ne? Që pra shkësore gjithë, që në vinë ata partisë ati gazetar. Nuk e gazetar gjithë e lojtë, që nda gazetar. Ca demokratike, ca pësës. Çështja është që gazetar duhet me qenë me popull, me halle. E po që shumë rallë. Shumë rallë, ka në qështë vetë. Jam ju me dire tjej. Ka në qështë vetë ato. Nëse ju ke patët kur ajo folët, unë kam përshtypin që ky emisioni do ketë sensibilizim në vetë, po ju s'duhet a lini me kaq. Se me i lules vjen pranvera. Unë e di që s'vjem i lulli pranvera. Po që të bëjmë? Mos ju ndani protestës, peticionit. Vështirë se do na presin rinjë atje. Po nëse ju keni mundësi. Ne fjalën tuaj do t'ja çojmë pa filtra. Kështu siç po e themi, kështu do ta. Unë nuk jam askushi ndoshta. Por kisha dëshirë 3-4 veta nga ne. Po? Nëse ato paria shtetit janë njerëz tamam të dalë një media, një debat televiziv. E t'ju shpallin, t'ju paraqesim gjithë problemet tonë. Dhe ta marrin vesh direkt nga goja atyre që a na kanë listë si qytetarë të Republikës Shqipërisë apo jo? Pra ky sepse unë e thash një herë. Kjo është esenca e gjithë emisionit, a na keni listë? Themin, a na kanë listë, po se nuk jemi listë. Unë e thash se nuk du t'i përsëris. Ndjehemi persekutuar nga familje dëshmore që jam. Çfarë? Ai luftoi për këtë vatan. Çfarë po fitojmë ne? Rrugë jo, energji jo, ujë jo, kopësht jo, shkollë jo. Këtu nuk vjen taksia, vetëm të marrësh helikopter, me pas i smurt vdes rrugë më burrë. Nuk përkojmë, ne nuk përkojmë lumosh. Kërkojmë disa kushte normale si të gjithë tjerë. Ta barazojmë me të gjithë tjerë. Shumë e dhimbshme. Këtu, nëse unë bëj një aksident me makinë, faj pa faj më fut në burg. Këti kërkon me fjalë të drejtat e qenëve rrugës, me vraj qenë unë fut në burg. Dikush ka vraj njëri, ka dal nga burgu. Para 2 muaj, na vran veterinerin që merrni ne. Më kanë thonë se nuk e di, që ka dal nga burgu, shoferi që e vrau. Tash nuk di çfarë them. Ku jetojmë? Kisha dëshirë që të ballafaqohemi direkt me qeveritarët. Një debat televiziv, nëse është e mundur. Inshallah e gjej kohën se thash s'kam kohë. Unë edhe këtë kohë që po harxojtu më kushton. Se ato 5000 po i rris me bidona qumshi. Unë nuk kam marr asnjë gjë nga ky shtet. Edhe i mat, vetëm në kohën e Fatos Nanës, rreth 2 vjet i kanë dhënë një shpërblim mujor 50000 lekë vjetra. Kur herë dhe përdoren për shtet ja hoqën. Bile më mend është ngrit Pandeli Majko. Zoti Pandeli Majko sa të keni turp sa që ja hoqën. Pak rësi, ka se. Ka që kisha. Majko e pas ka thënë fjallë e vetë. Jo, e ka thënë. Problemi është që deputetët janë shkput nga populli. Ky është e keqja në... Ne nuk kemi pa njëri këtu, të vinë jashtë para kohës. Me fjalë, vinë vetëm për votime. Na telefonojnë. Bile një morin telefon, tha, të lutëm, sa më duhesh, tha, në komunë, tha, për një punë. Thash, shoku im, se kam shoku shtrire. Të lutëm, thash, më lera hatë, unë jam naiv, nuk di, thash, unë të bëj pisliqe. Unë me hardha tje, një firë me herë rrezik shkojnë burg. Më lera hatë, jetoj me këte punën ti me djersën tim. Nuk jam i zotë e tyre punën. Po të pakten, tash duhet me qenë zyrtar, duhet me qenë me i parti, që të përfitosh. Unë kështu e kuptoj. Dhe kështu ka novë. Kod vështira. Kod vështira. Ju e falenderoj. Faleminderit. Do vazhdosh apo? Ha? Jo, nëse edhe populli është bërë si ngrirë, kupton. Se populli deri në fjalave Saliu kishte lënë, deri Rama kishte lënë, deri tjetri po e njëjta gjë. Nuk del me sindikata tu s'ka. Këtë mbështetje sindikata ashtu. Pas pati sindikata kot fjalë flet pi kot këtu kot ai, kupton. Janë të gjitha kot. Ke shumë drejt për sindikatat edhe u sabotuan që në fillimet e demokracisë edhe e baktis.
Kusht i dalë për pa, i del shkon brapa. Demokrati dytë jeni. Fakën si nga se në ratë parë ne jemi popull, pastaj do të shikoj partia. Ishte më mirë para 90-s apo pas 90-s? Këta se përsa as unë, as ti fjallë, vinë që është shu. Se përsa do njëri ishtë Allah, ta do shumë ta përcaktojnë të, se ku ishte më mirë. Ju ti kur ishe ti kur ishe më mirë? Edhe unë po them se ishte më mirë atëre më shajnë gjithë njerëzime, kupton se kam vojtë faktisht. Po. Unë kam të stesën me 10 dhe s'morë dhe as bursa as gjithë. E qartë. E më fellë e shu. Kurse tashi do thosha që ka ndryshuar vetëm një gjë që atëre se merr do të mikrofonin flisja unë, tashi e flas. Dhe në kjo ka ndryshuar. Pra thjesht kanë dhënë llafin po, fjalën po. E kuptoj. Të nderuar miq, kjo është situata periferi Tiranës, në kryeqytetin shqiptar, në kryeqytetin e të rinjve, në kryeqytetin e sportit. Kjo është situata. Banorët 1 kilometër nga mini bashkia numër 6 nuk shkojnë dot në shtëpinë e tyre. Sot është kohë e mirë, është kohë me diell. Në kohë me shi, ne i kemi pamjet, do i pasqyrojmë her pas here. Këtu nuk kalohet. Deputetët vinë për të marrë votat dhe të nesëmërin e votimit harrohet dhe nuk vjen kush. Urojmë që ky emision të jetë zanafilla që të bëjmë projekte, sepse ka mbetur zona për 100 metra kanal e për 1 kilometër rrugë. Kaq miq për këtë emisioni radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë ku ne do shkojmë, do të dëgjojmë banorët, do të dëgjojmë njerëz të thjeshtë të flasin troç dhe pa filtra. Nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.